Pas heqjes së moratoriumit të disa vjeçar, gjuetia në Shqipëri lejohet vetëm për persona të pajisur me leje përkatëse, antar të shoqatave të licencuara dhe vetëm gjatë sezonit e në zonat e miratuara. Por në terren realiteti paraqitet ndryshe. Sipas kryetarit të shoqatës së gjuetarëve në Shkodër, po ushtrohet gjuetie e paligjshme kryesisht gjatë orëve të natës nga persona të palicencuar, një fenomen që sipas tij po rrezikon zhdukjen e disa specieve të faunës së egër. Gjuetia natën është tepër alarmante. Njekun gjuetin me foristrada, me makina, me mënyra nga më të ndryshme si për të bërë sa më shumë. Andaj këtu është duk flllanza furs, është duk flllanza malit, po zhduket lepri, është duk lepri për të shkret dhe nga kjo punë është duk, sepse bëhet gjueti gjithë natën. Bëhet gjueti 12 muajt e vitit. Një tjetër shqetësim i shoqatës së gjuetarëve në Shkodër është edhe mospërcaktimi i zonave të lejuara për ushtrimin e gjuetisë, çka po krijon paqartësi dhe favorizon shkeljet ligjore. Ku janë zonat e lira? Bashkia ka shumë pak zonat lira, sepse një pjesë është zonat të mbrojtura ku nuk lejohet gjuetia, siç janë rezervat e gjuetisë diku. Dhe një pjesë tjetër janë toka private ku çdo vend që do të shkojnë, gjuetarit do të shkojnë në pronë private, ku fshatari aty do të bëhet pengesë. Shoqata e gjuetarëve në Shkodër kërkon ndërhyrje të institucioneve përgjegjëse për forcimin e kontrolleve në terren, si dhe për përshpejtimin e procedurave të licencimit, në mënyrë që të mbrohet fauna dhe të parandalohet gjuetia e paligjshme.